të nderuar me Rama dhe mirë se vini në debat për një me. Këtu në Fakultetin Filologjik në Sallë, ku I kam një publik mrekullueshëm që mujnë vazhdimisht me na shkru, sepse e kemi wirelessin, I kemi panelistat dhe do të na dërgojnë pyetjet të vazhdueshme në temën për politikë të jashtme për cilën do të bisedojmë sonte. Në Kosovë ne kemi jo vetëm Ministri të Punëve të Jashtme, kemi Ministri të Integrimit Evropiane, kemi Ministri të Diasporës, kemi ekip negociator, edhe kemi pasollin. Do me thonë, gjithë këto institucione, po që kemi punë me politikë jashtme, të shohim prej ofertave politike që I kemi prej partive politike sonte, të cilët janë të përfaqësuar nga Afrim Hoti, nga OKR-ja e kemi ekipin. Afrim Hoti, doktor shkencë, profesor I drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës. Rejhane Vunici, master në administrim biznesi këshilltare në kabinetin zëvendës kryeministrit Pacolli. Ibrahim Makolli, inxhinier dhe ish deputet I Parlamentit Kosovës. Së fundi ministër I Diasporës. Prej ekipit të Aleancës për Armërinë e Kosovës janë Meliza Haradinaj, magjistër diplomaci nga Universiteti I Oxfordit, drejtoresh në Institutin Kosovar për Diplomaci. Anton Berisha, inxhinier elektrik, ish udhëheqës I Autoritetit Regulativ të Telekomunikacionit, ish ambasador I parë I Kosovës Sloveni. Teuta Durmishi ka studiuar gjuhë dhe letërsi gjermane dhe ka punuar në organizata gjermane-kosovare si VUS Austria dhe DOD. Nga PDK-ja e kemi ekipin që përbëhet nga Enver Hoxhaj, profesor universitar, ish ministër I Arsimit, së fundi ministër I Punëve të Jashtme. Edita Tahiri, doktor I shkencave politike, ish ministër administratës publike, së fundi zëvendës kryeministri I Kosovës dhe krye negociatore. Pastaj vazhdojmë prej LDK-s, kemi Arben Abrashi, magjistër për integrime evropiane dhe ish zëvendës ministër në mandatin qeverisës, Vjosa Osmani, juriste, ish deputete në Kuvendin e Kosovës dhe ligjëruese në AUK, Bajram Gecaj, magjistër për politikë jashtme dhe diplomaci, kandidat për doktorant në marrëdhënie ndërkombëtare. Nga ekipi I vetëvendosjes sonte me neve janë Faton Topolli, magjistër I shkencave sociale, ish deputet, ish ligjërues I jashtëm Fakultetin e Historisë në Zvicër, Puhije Demaku, magjistre në studime bashkëkohore evropiane në Sasek, këshilltare në Kuvendin e Kosovës për politikë jashtme, Yll Hoxha, master në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare nga SOAS në Londër, kryetari I grupit të asamblezëve të televizjes vetëvendosje Kuvendin Komunal të Prishtinës. Dhe nga ekipi I Partisë së Fortë janë këtu me neve Ilir Bajri, I cili është gjezer edhe eksperti çështjeve ndërkombëtare në Partinë e Fortë, Rina Vucitërna, është specializuar politika publike dhe menaxhment. Edhe po thotë që përveç fakultetit e ka përfunduar edhe shkollën e mesme. Roland Sulejmani, njëri nga organizatorët e protestave të UP-s që kanë shtyrë dorëheqjet, ish rektorit Ibrahim Gashi, student në UP. Faleminderit që keni ardhur. E tash sot kemi pas një vizitë prej Panamës, edhe mes tjerash e kuptuam që Panama është njëri prej vendeve ku kosovarët mund të shkojnë pa viza, cilat janë shtete tjera të cilat mund të shkojmë me pasaportën e Kosovës. Ta shohim këtë reportazh shkurt e pastaj t'i pyesim panelistët për programet e tyre lidhur me politikë të jashtme. Ta ndëgjojmë. Bota e Kosovarit është shumë e vogël, por rritet. Presidentja jonë sapo na lajmëroi se prej tashme mund ta vizitojmë Panaman, një vend I cili e shpalli atë qytetare nderi, honoris qytetaris pa vizë. Apo do na kush më shku për pushime verore? Fluturimi për atje kushton diku rreth 1300 euro vajtje ardhje dhe zgjat gati një ditë të plotë. Merr shumë pak kohë se për të shkuar në hën, udhtim që zgjat gati 3 ditë. Nuk është çudi nëse në Panama presidentja jonë ndihet si në shtëpi. Kosova dhe Panamaja ndajnë veçorinë të qenë shtete të pavarësuara me përkrahje të mëdha të SBA-ve. Dhe si pasojë kanë përjetuar projekte madhore të ndërtimit të mbështetura nga SBA-t. Këto janë Kanali Panamas dhe autostrada e Behtellit për Tiranë. Është një destinacion I famshëm jo vetëm për pushime, por edhe për shpërndarje të parave. Sipas burimeve që I konsultuam Task Forces të SBA-ve për aktivitete financiare, FATF. Ky është gjithashtu vend ku njerëzit shkojnë për pushime kur nuk dojnë të kthehen më. Një delegacion prej 20 politikanëve dhe biznismenëve kosovar kanë shkuar në Panama këtyre ditëve të fundit për ta forcuar lidhjen në mes të dy ekonomive. Por,
Nëse nuk jeni të ikë prej diçkafit, atëherë ndoshta Panamaja nuk është për juve. Pra ku mundemi me shku për një me? Pa dyshim që na është pështjell pak. Webfaqja e Ministrisë së Punëve të Jashtme liston 6 shtete të cilat mund t'i vizitojmë pa viza. Fatmirësisht, siç duket, edhe disa dhjetra shtete na garantojnë dhënien e vizës me të arritur në tokën e tyre. Google, që sapo e ka njohur Kosovën, i ofron disa alternativa nëse jeni lodh prej Ulqinit e Antalisë. Tash që kemi premtime që rrogat tona do të jenë mbi 1000 euro në muaj dhe të gjithë do të jemi të punësuar, këto destinacione nuk janë më vetëm ëndra. Pse të mos e provojmë Haitin, Timorin Lindor, Libin ose Irakun, ku mund të blesh vizën sapo të arrish në shtet. Në fund të fundit të gjitha këto shtete si ne kanë histori me misione ndërkombëtare. Por, ndoshta po kërkoni diçka më relaksuese. Një fluturim në ishullin e Shën Vincentit dhe Grenadineve në Karaibe do të kushtonte 2700 euro për person, e një fluturim në Madagaskar kushton vetëm 2000 euro dhe zgjat vetëm 30 orë. Po kjo është shumë më mirë se 6000 euro dhe 52 ore që do të shpenzoheshin për udhëtim në Mikronezi, vend i cili e pranon pasaportën e Kosovës. Në të njëjtën kohë do të kishim kaluar 2/3 e rrugës për në hënë. Për ata me buxhet vogël, pse nuk e konsideroni një prej shteteve më të reja të Afrikës si Djiboutin për shembull? E kam gjetë një udhëtim të lirë prej 900 eurove që zgjat vetëm 20 orë, ndërsa kujtimet do të zgjasin për gjithë jetën. Pra, për ta bërë politikën e jashtme shumë të prekshme edhe të nevojshme për qytetarët Kosovës, si do të ndikojnë politikat e jashtme në jetën tonë të përditshme, do t'i pyesim ofertat e partive politike. Partitë politike që i kemi sot, shohim çka është oferta e tyne edhe çka dallon prej njëra tjetrës, po fillojmë prej OKR-s. 2 minuta, cila është oferta juaj për politikën e jashtme nëse ju vini në pushtet? Urdhënoni Afrim Hoti nga OKR. Atëherë, në radhë parë më lejoni t'ju përshëndes juve fort këtu në studio dhe njëkohësisht edhe shikuesit e këtij emisioni. Unë besoj që tashmë është krejtësisht dhe botërisht e njohur që OKR ka qenë shumë aktive në politikën e jashtme dhe deri më tani, ndonse në programin zgjedhor me cilin ka kandiduar në këto zgjedhje i ka dhënë pozitë të merituar normalisht vazhdimit të një tradite edhe të një procesi që në embrion ose në thumë të zhvillimit vetë ka avancimin e politikës jashtme. Alianca për Kosovën e Re ka provuar që të gjitha prioritetet që lidhen me politikën e jashtme të sistematizoj ose t'i rendis në 5 respektivisht 6 pika kryesore, dhe gjitha nga ato normalisht kanë për synim të ndalin degradimin e politikës jashtme dhe normalisht të sjellin një trend të ri të tillë çfarë duhet Kosovës dhe kosovarëve. Objektivi i parë, synimi i parë është forcimi i pozitës së Kosovës në rajon dhe Evropë, si dhe dëshmuarit e saj si faktor stabiliteti. Objektivi i dytë është avancimin, profilizimin dhe profesionalizimin e shërbimit jashtëm të Kosovës si parakusht për raporte të shëndosha me vende tjera. Kjo normalisht duke pasur parasysh faktin që deri me tani kemi një shërbim katastrofal, një shërbim që është ngarkuar me nepotizëm, me familjarizëm dhe me çështje të tjera, dhe këto normalisht Alianca për Kosovën e Re me ardhen e saj në pushtet dhe me udhëheqjen e politikën e jashtme do t'i ndryshon. E treta, ose synimi i tretë është avancimi i proceseve integruese të vendit, sepse ne për sa kohë tashmë kemi qenë dëshmitar të premtimeve të kota që janë lidhur me integrimin e Kosovës, me liberalizimin e vizave tjera, por që në fund të ditës është vetmja Kosova në Evropë që edhe sot e kësaj dite i nënshtrohet një regjimi të tmerrshëm. E katërta është ruajtja dhe forcimi i raporteve ndërshtetërore me vendet kyçe në politikën ndërkombëtare, sepse normalisht ne jemi plotësisht të vetëdijshëm që ruajtja këtyre raporteve vetëm sa do të avancojë pozicionin e Kosovës dhe kjo do të jetë një ndër synimet tona. E pesta, mbështetjen e përpjekjeve ndërkombëtare për luftimin e terrorizmit në nivel vendor, rajonal dhe global për sigurimin e paqes në botë, duke pasur parasysh që kjo është një vlerë universale dhe një kërkesë e kohës. Dhe e fundit, e gjashta, koordinimi me diasporën kosovare si mekanizëm për promovimin e imazhit të Kosovës dhe të kosovarëve, po ashtu një komponente shumë e rëndësishme. Faleminderit. Kjo ishte oferta e OKR-s. Tash ta ndëgjojnë ofertën e OK-s me Liza Aradinaj nga OK.
Faleminderit. Aleanca si parti shtetformuese asnjëherë nuk ka bërë opozit sa i përket politikës jashtme dhe integrimeve. Normalisht se ka pas kritika përgjatë rrugës se si kemi kaluar në proceset, mënyra, kualiteti i këtyre proceseve, mirë po asnjëherë nuk e ka kundërshtuar drejtimin tonë dhe objektivin tonë drejt integrimit evropian si tillë. Doktrina kryesore në cilën ne qëndrojmë, apo parimi kryesor sa i përket politikës jashtme është që pa shtet fort të brendshëm nuk reflektojmë mirë, do të thotë nuk kemi një pozitë mirë në politikën e jashtme. Aleanca për Armërinë e Kosovës i ka 3 pika kryesore në cilat është fokusu. Forcimi i politikës jashtme përmes diplomacisë kulturore, publike dhe asaj jo qeveritare, cilat do të elaborojmë më tutje. Pika e dytë, integrimi evropian dhe liberalizimi i viza për cilën ne zotohemi se do t'i kryejmë për brenda një viti. Edhe pika e tretë do të thotë diaspora dhe imazhi, ku të dyja këto zë një vend shumë të madh do të thotë në raport në programin zgjedhor drejtimi i ri. Sa i përket integrimit si qëllim, ne e dim se integrimi evropian nuk mjafton si i tillë, ajo qëndron vetëm si aspirat, mirë po ajo nuk është garancion për mirëqenie dhe për zhvillim të shtetit, andaj ne duhet t'i kryejmë detyrat tona të cilat po na mbajnë peng zhvillimin, po na mbajnë peng liberalizimin e vizave dhe po mbajnë peng izolimin apo çlirimin ton nga izolimi siç do të thotë siç janë edhe gjitha vendet tjera të rajonit. Ne perceptimin ton ndërkombëtar do të thotë të Kosovës aktualisht e kemi në nivelin e ulët në shtetet e rajonit. E dim që karakterizohemi me një administratë jo efikase, me qeveritar dopt, të paaft për të qeverisur me vendin, me një gjyqësor të korruptum, gjithashtu me një administratë korruptume, e shumë pika tjera të cilat janë qendrore për shtetin, për të cilat ka dështuar qeveria thotë dhe duhet të ndëshkohet nga populli i Kosovës këtë herë. Faleminderit, tash ta ndëgjojmë ofertën e PDK-s, Urnoni Enver Hoxha nga PDK. Faleminderit shumë Jeta. Më lejoni të them që objektiv kryesor i joni gjatë mandatit të ardhshëm të jetë rrujtja e sovranitetit shtetëror, integritetit territorial dhe rendit kushtetues, dhe më lejoni ta bëj një sqarim se çka nuk kupton kjo. Politikën e jashtme ne shohim si vazhdim të politikës së brendshme, si vazhdim i vullnetit të qytetarëve të Kosovës, si zgjatje politikës së brendshme. Së dyti, prioriteti jonë i dytë, objektivi jonë i dytë do të jetë diplomacia ekonomike, investimet e huaja dhe promovimi i prodhimeve të Kosovës në botë, organizimi i forumeve të ndryshme. Së treti, njohja universale dhe e plotë e pavarësisë së Kosovës. Së katërti, integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian. Ne presim që në vitin 2015 të udhtojmë pa viza drejt Evropës, dhe ne presim që në vitin 2025 Kosova të jetë antar i plot i BE-s. Së pesti, antarësimi i Kosovës në NATO. Ne presim që brenda një plani 5 vjeçar të antarësohemi në partneritetin për paqe, përderisa në vitin 2022 synojmë edhe antarësimin e plot të Kosovës në NATO. Së gjashti, antarësimin e plot të Kosovës në OKB, për këtë të kemi edhe një strategji të detalshme që i studion rrugët ligjore, rrethonat politike, se kur mund të antarësohemi. Së shtati, kultivimin e miqësisë me SBA-t dhe me partnerët tanë evropian. Se teti, fshinësi konstruktive në rajon, partneritetin me Shqipëri dhe me vendet tjera të rajonit. Se një pikë tjetër është diplomacia publike, dhe së fundi normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Serbi, ku ne besojmë në një periudhë 5 vjeçare do të arrijmë në një fazë të tillë. Faleminderit. Ta ndëgjojmë ofertën e LDK-s për politikë jashtme, Vjosa Osmani nga LDK, Urdhë. Faleminderit shumë. Prioriteti numër 1 i lidhjes demokratike të Kosovës në fushën e politikës të jashtme është që të riparoj dëmin jashtëzakonisht madh që PDK-ja ka shkaktuar në fushën e politikës të jashtme gjatë mandatit të saj, dhe duhet së paku gjysma e mandatit për të riparuar gjitha dëm të shkatrimit të imazhit nëpërmjet skandaleve të shumta. E dyta, natyrisht që procesi i integrimit evropian si një ndër 4 shtyllat kryesore të programit të LDK-s zë vend në politikën e jashtme, dhe ne jemi zotuar që së paku kriteret që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe kriteret e tjera që kanë të bëjnë me liberalizimin e vizave do të plotësohen qysh në muajt e parë të qeverisjes Mustafa, sepse arsyeja kryesore
pse nuk ka liberalizim të vizave dhe lëvizje të lirë për qytetarët e Kosovës, janë skandalet si ai pasaportave, sepse dhe vendet si Tajvani, që i ka vetëm 22 njohje, kanë hyrë në listën e bardhë të Schengenit. E treta, përmbyllja e plotë e procesit të njohjes së Kosovës, rrjedhimisht edhe antarësimin në Kombet të Bashkuara, ne këtu do t'i japim prioritet dhe do të fokusohemi në njohjen nga 5 shtetet mosnjohëse të Bashkimit Evropian dhe po ashtu do të punojmë me partnerët tanë në Këshillin e Sigurimit për ta shfuqizuar rezolutën 244, të cilën kjo qeveri e ka betonuar fatkeqësisht përmes fusnotës. Pastaj, promovimi i bashkëpunimit rajonal, duke bërë këtë bashkëpunim jo vetëm protokollar, por edhe përmbajtësor, si me Shqipërinë, ashtu edhe me Malin e Zi, Maqedoninë e shtetet tjera, antarësimin në organizata rajonale panevropiane dhe ndërkombëtare, duke i dhënë përparësi antarësimit në Këshillin e Evropës, në organizatën botërore të shëndetësisë, në SEECP apo South Eastern European Process, përfshirja e Kosovës në kartën e Adriatikut, antarësimi në nisma dhe organizata tjera ndërkombëtare dhe riorganizimi i brendshëm i drejtorisë së përgjithshme të MPJ-s, sidomos në aspektin kadrovit dhe llogaridhënës. Thellimi i marrëdhënieve me SBA. Faleminderit, kaq kishit Kuzina Osmani. Tash ta ndëgjojmë ofertën e lëvizjes vendendosje, Puhie Demaku nga lëvizja vendendosje. Faleminderit shumë Jeta. Për lëvizjen vetëvendosje, politika jashtme do të jetë ashtu siç e ka edhe vetë ekipin, pra një politikë bashkëkohore e guzimshme dhe e aftë. Kosova nuk ka politikë të jashtme për fat keq, aktualisht atë që e quan politikë të jashtme ka të shkoordinuar dhe të pa argumentuar dhe jo profesionale. Për vetëvendosjen politika e jashtme si gjithçka tjetër duhet të bazohet në parime dhe për ne në politikën e jashtme parimet janë këto dy: njohja dhe respektimi ndërsjellë i lirisë dhe vetëvendosjes dhe e dyta është interesi reciprok për bashkëpunim. Pra, të gjitha strategjit, të gjitha politika duhet vijen në shërbim të këtyre dy parimeve dhe interesave bazë, cilave u shërben politika e jashtme, e që janë mbrojtja e interesave të shtetit, të qytetarëve dhe të kombit shqiptar. Bazamenti i politikës jashtme është konsolidimi i shtetit, sepse siç e thash, nëse politika e jashtme shërben për ta mbrojtur shtetin, atëherë çka do të mbrosh në Kosovë sot? Fokusi i vetëvendosjes në renditje jo për nga rëndësia janë këto: fuqizim i raporteve bilaterale me shtetet që tashmë na kanë njohur dhe raporteve të mira me 5 vende të mosnjohëse të BE-s. Ne mund të krijojmë raporte dhe marrëdhënie zyrtare, po kjo nuk ka ndodhur, nga se kemi pasur një politikë të paaftë dhe jo aktive. Aderim në organizatat ndërkombëtare, Bashkimi Evropian, NATO dhe OKB, por jo përmes deriçkave, gjithmonë përmes atyre dy parimeve dhe përmes rrugës së rregullt që duhet të ndjekur dhe që është parapar. Dhe po ashtu, për synim kemi rehabilitimin dhe shërimin e shërbimit të jashtëm të Kosovës, i cili është shkatruar në tërësi, me përjashtim të disa individëve që i shërbejnë vërtet një kauze të drejtë. Aty ka nepotizëm, ka jo profesionalizëm dhe ka militantizëm. Për ma tepër, do të flasim gjatë këtij emisioni edhe për njohje dhe për dialogun dhe qëndrimet tona në këtë raport, cilat i përfaqëson zotri Ylli Hoxha nga vetëvendosja, dhe për diasporën dhe mërgatën dhe programin ton, i cilin përfaqëson zotri Faton Topalli. Faleminderit. Faleminderit. Edhe sonte me neve janë Partia Fort, Ilir Bajri nga Partia Fort, cili është opsioni i Partisë Fort për politikën të jashtme. Mirë, faleminderit që na keni ftuar mas pari në këtë debakël kaq konstruktiv. Personalisht ndrihemi i privilegjuar që jam pjesë e këtij panelit, të një paneli të këtij niveli kaq të lartë. Partia e Fortë ka një plan mjaft të elaboruar të politikës së jashtme, që quhet Krejt Jashtë. Ky është program i ngjeshur edhe i bazuar në 6 pika kryesore: integrimet indo-europiane, diaspora, marrëdhëniet me shtetin e Serbisë, pranimi në organizata ndërkombëtare, liberalizimi i vizave dhe njohjet ndërkombëtare. Por, së pari duhet të shqyrtohet politika e jashtme si koncept. Partia e Fortë konsideron se është shpenzuar shumë kohë dhe energji në politikën e jashtme dhe nuk e kuptojmë pse. Angazhimi i madh në politikën e jashtme sikur nuk kupton se politika e brendshme është të stabilizuar dhe nuk është me prioritet. Përqendrimi në politikën e jashtme sikur na thotë e kemi bërë fet atë të brendshme. Është sikur ajo Barceleta me pozicione. Nëse të metemi serioz. Pra konsiderojmë se politika e jashtme nuk është fare prioritet, nuk thuhet kot se bukuria e brendshme është ajo që është e rëndësishme, ndërsa e jashtme vetëm fasadë. A duam të bëjmë një fasadë një shtëpie të pa ndërtuar? Kjo madje bie ndesh edhe me traditën tonë të lënjes së shtëpive pa fasadë.
A duam të pështym në fytyrën e traditës sonë? Kemi pasur mjaft përpjekje në politikën e jashtme viteve të fundit, dhe votuesit kanë identifikuar mjaft suksese, por edhe dështime të cilat, për shembull, Edita Koçef ka thënë se ka ndodhur pa hiri. Edita pa hiri. Sidoqoftë, ne jemi kundër personalizimeve dhe ne thjesht mendojmë se prioritizimi i politikës së jashtme në mënyrë obsesive është thjesht krejt jashtë. Prandaj dhe e quajtëm kështu programin për politikë të jashtme. Faleminderit. Para se t'i jap fjalën dy replikave, më lejoni t'ju thras të vazhdoni të dërgoni pyetje në kallxo.com, ne po shkojmë live në kallxo.com, njëjtën kohë si edhe në Nistenish, dhe mund të shqoni pyetje me hashtag debat për një me. E tash vazhdojmë, dy replika që janë kërkuar janë nga Enver Hoxhaj, Puhie Demaku dhe Edita Tahiri. Ju lutem presni, t'ju jap fjalën, së pari ka kërkuar. Urdhna, zënja Tahiri, t'lutëm, mësëren. Pritni ta përfundoj fjallën, pastaj ju jap fjallën. Replik? Mirë, vetëm pritni ta përfundoj fjallën, mas leje keni ju fjallën. Dy gjëra. 30 E para, jeve shumë elegante, e dyta, sa po bisedume dhe me Ministrin Hoxhaj, si të na njohin dia, ambasadorin e parë do ta kemi nga Partia e Fortë. Faleminderit. Puhie Demaku, replik 30 sekonda. Faleminderit shumë Jeta, replika ime është kjo. Zotri Hoxhaj tha se synojmë antarësim deri në vitin 2025 në Bashkimin Evropian. Zotri Hoxhaj, si synoni antarësim kur 5 vende i keni jo njohse, nuk ka asnjë lëvizje në drejtim. Hala nuk keni në mesatën nënshkruar dhe për më tepër BE-ja e konsideron Kosovën entitet jo shtetëror dhe jo shtet. Enver Hoxhaj, urdhna. Pastaj Anton Berisha e ka kërku fjallën, Ylli Hoxha dhe Vjosa Osmani. Jeta, më lejo të them se çfarë ka ndodhur në këto 4 vite në politikën e jashtme. Së pari, kemi marrë të rëtën një njohje, pothuajse çdo muaj kemi marrë nga një njohje, unë pothuajse 3 vite kam qenë ministër i jashtëm. Së dyti, jem antarësuar në 3 organizata evropiane dhe në 11 të tjera rajonale. Së treti, kem përmbyll negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit e asociimit, hapi parë i integrimit tonë në Evropë dhe sot jem antarësuar në Asamblenë Parlamentare të NATO-s si vëzhgues, unë uroj qytetarët e Kosovës. Anton Berisha, 30 sekonda replik, Vjosa Osmani dhe pastaj Ylli Hoxha ka kërku fjallën. Unë pajtohem me Vjosën që një pjesë e mandatit qeverisë jashtme do t'jetë me riparimin e dëmit që u bon Ministrinë e Punëve të Jashtme. Alianca nuk ka kohë gjysmën e mandatit, si tha Vjosa, ajo do të shkoj besoj brenda 6 muajve sa i përket administratës dhe stafit diplomatik. Unë kam pyetje për zotin ministër, ai përmendi diplomacinë ekonomike. Si do të funksionoj në variantin kur Falë, ka që kishit ko, nuk jemi këtu vetëm për pyetje. Urdhna, Vjosa Osmani, urdhna. Ministri Hoxha i thot 31 njohje nga një njohje çdo ditë. Pyetja, ku janë ato 5 njohje për muaj që i keni premtu kohëve të fundit, dhe sikur gjitha ato njohje të bëheshin, do të dilnin mbi 300 shtete në Këshillin në Asamblenë, në Kombet të Bashkuara. E dyta, pyetja esenciale që ju duhet përgjigjeni sonte këtu përfundimisht para qytetarëve të Kosovës. Sa njohje i ka Kosova se as ju si ministër i jashtëm nuk e dini? Sa njohje i ka Kosova? Nuk e din as qytetarët e Kosovës. Ylli Hoxha, pastaj AKR-ja. Urdhna. Ministri Hoxhaj thëtë se do të ruajmë sovranitetin, ndërsa me dialog na ka pru Serbinë në vendimarrje në Kosovë. Thëtë se do t'i promovojmë produktet vendore, ndërsa e kanë fut Ramiz Kelmendin, i cili sot nuk akuzut vjetë ballafaqohet sot me ne, dhe importusin më të madh të Serbisë, i cili shkatron produkt vendor. Thëtë se do t'i liberalizojmë vizat në 2015, ndërsa na ka gënjy se për 15 muaj do t'i liberalizojmë në mandatin e kaluar, dhe ndërsa Lidhjes Demokratike do t'i thoja se i kanë ndihmu Partisë Demokratike në këtë mandat që ndrojnë në këtë. Faleminderit. Vetëm sa për informata
gjatë publikut, Ramiz Kelmendi ka ardhur, po është vënu edhe s'ka mujt me himrena, sepse ka qenë pjesë e ekipit të sonte PDK-s, po është vënu. Tash fjalën e ka KR-ja, 30 sekunda replik, urna. Faleminderit shumë me se u zun ngoj çështja e njohjeve, atëherë mund duhet ndërlidhe me këtë çështje sepse është botërisht e njohur që Aleanca për Kosovën e Re dhe lideri i Aleancës, zoti Bexhet Pacoli, ka qenë kontribuesi kryesor në çështjen e njohjeve dhe normalisht i gjithë ky kontribut është bë edhe jashtë kompetencave të tyja kushtetuese. Sa njohja, mu i më vërtetu, sa janë? Ato i thot ministri jashtëm, nëse nuk i thot ministri jashtëm i tregoj unë sa. Në kuptimin figurativ, Kosova zyrtarisht ka 100 disa njohje. Ka zëni ju një herë mas një ministri, ka zëni ju, në bas të AKR-s, sa? 100 disa njohje. 100 disa? Sa është ajo disa? Sa disa? Për Aleancën Kosova Re, njohjet të cilat janë të kontestueshme, juridikisht dhe në kuptimin ndërkombëtar janë valide. Njohja është akt që bëhet një herë dhe nuk tërhiqet. Na jepni numrin sa për ju e sa për ministrin. Sa janë për ju? 100 e? 106 njohje. Mirë. Zotni, a mundet mu përgjegjë PDK-ja sa njohje i kemi? Urdhëni? Natyrisht që kemi 106 njohje dhe kjo është merit e qytetarëve të Kosovës. Ministri jashtëm e ka bërë veç punën e tij. Nuk është merit e asnjë personit, mirë po këtë vetë unë i kam premtuar 5 njohje, 2 kanë ardhur, Tonga dhe Lesotho, do të vinë edhe 3 tjera deri në fund të qershorit, ja 2 qeveri që e kanë marrë vendimin për njohje. Ndërsa po flasim për skandale, nëse ka pas skandalet në ministrinë time kanë pas emrin Urtak Hamiti. Nëse vazhdohet matutje, unë do dalë edhe me emra tjerë dhe skandali i fundit e ka emrin Zurinda. Skandali i fundit e ka emrin Mikolazh Zurinda, një armik i shtetit Kosovës, një njeri që ka kundërshtu intervenimin e NATO-s në Kosovë dhe një njeri... E përmenet këtë debatin e parë, Zonja Osmani, rini aty, Zonja Osmani. Se po e mban Urtak Hamitin ministri, përgjigju, në qoftë se vërtet që në ka shkaktuar skandal. Përgjigju pse Këshilli i Pavarur i mbikëqyrës e ka kthy vendimin tuaj. Gjurinda, ju keni bërë skandalin më të madh si ministër i jashtëm, para mendoni, tu e quajt Slovakin armik, një shtet që ne po tentojmë me na njoft. Gjurinda ka qenë personi një ndër kryeministrat e pakt që veprimet në Kosovë i ka quajt gjenocid. Në atë kohë as Amerika nuk i ka quajt gjenocid. Ka leju intervenimin e NATO-s përmes territorit të Slovakisë dhe ka ardhur me shprehje për krajën e EPP-s për Kosovën, shumica parlamentare dhe për LDK-n për krajën që ju kur nuk e keni marrë as nuk do ta merrni. Faleminderit. Zotni Hoxha, urna. Zurinda i ka thënë Lutfi Hazirit dhe Ardian Xhinit, edhe mua, dhe Adriatik Kelmendit që Kosova është shtet islamik dhe asnjëherë Slovakia nuk do ta njeh Kosovën. Zonja Osmani Zoti Hoxhaj s'ka të drejtë të flasë në emër as të Hazirit, as të Xhinit, Zonja Osmani duhet të vetëm ata kanë të drejtë të flasin në emrin e tyre. Osmani, leneni me fol 30 sekonda se cilit vetë atë etiket, mos i ndërhyni njëri tjetrit. Më falni. Zonja Osmani duhet të kërkon falje para qytetarëve të Kosovës për sjelljen e një njeriu i cili është kundër popullit Kosovës dhe kundër shtetit Kosovës në hapjen zyrtare të fushatës së LDK-s. Kjo është më shumë se skandal. Replika e fundit për këtë, sepse kemi punë tjera. Unë vetëm dua t'i kërkoj falje qytetarëve të Kosovës që e kemi një ministër të jashtëm dhe një qeveri e cila na ka marrë fytyrën në tërë botën dhe se çka mendon Evropa për ta kanë treguar deputetët e CDU-s të Angela Merkelit që janë njerëz të krimit dhe të korrupsionit dhe kaq përfaqësojnë ndërkombëtarisht. Çka thoni për këtë deklaratë deputetëve të parlamentit gjerman që ka dalë për krim e korrupsion në Kosovë kohëve të fundit? LDK-ja ka bërë përpjekje këto ditë mas skandalit me Zurindën ta rikthejë situatën. Dhe e ka lut një njeri si Mihael Brandt, të cilën unë njoh nga viti 1997, dhe i cili është mik i burrit të Donika Gërvallës, Stefan Schwarz, se Zonja Osmani ka shkuar në shkollë fillore në atë kohë kur unë kam qenë në Gjermani dhe njoh ka njerëz. Miku juj thot që Kosova është shteti korruptum, e mik e keni? Qysh? A është qaj miku juj? Dëgjoj, debati ka qenë në Bundestag për KFOR-in dhe çdo keq interpretim i deklaratave të Mihael Brandt është mbi interpretimin e situatës. Kështu që Zonja Osmani duhet të kërkojë falje për Zurindën, një lobist i qeverisë serbe, një lobist i qeverisë ruse dhe një lobist
kundër shtetit e Kosovës, është Qaj mirë kërkoj falje. Gjermani, lobisht e qeverisë ruse. Mirë, a bën tjertë me folë, po du me indigju tjertë. Jo, zonja Osmani, nuk e keni ju dhe zotni Hoxhaj monopol në këtë debat, ta ndigjojmë zonjan Haradinaj dhe zotni Topallin. Zonja Haradinaj mas pari e ke kërku replikën 30 sekonda dhe zotni Topalli. Unë e deshta me vazhdu pyetjen e zotit Anton Berisha për ministrin Hoxhaj. Si mendojnë me pas prioritet diplomacinë ekonomike pa zhvillim ekonomik, ose si mendojnë me thellu marrëdhëniet me Gjermanin, kur e dim që ata nuk e kanë pranuar asnjëherë vizitë zyrtare kryeministrin e Kosovës. Vetëm pak, ta ndigjojmë zotni Topallin, urna zotni Topalli 30 sekonda. Pak vështirë se s'po na lanë mundësinë për me folë, po shtyhen për skandalet cilat i kanë bo 15 vitet e fundit. Deshta të ndalemi te ministri Hoxhaj, tha që ruajtja sovranitetit dhe integritetit territorial është pike programit të tyre, s'kan arrit me hjek një kamion zall nga ura e Ibrit, e po mundohen me na i bo një politikë të jashtme me folë për integritetin territorial. Sa i përket diplomacisë ekonomike, presen këta në pushtet, jo që janë shtu investimet në Kosovë, për përkundrazi, investimet në Kosovë kanë ra deri në fund. Këta nuk po i njojnë as shtetet cilat kanë njoje, kërku nuk e presin kryeministrin e Kosovës. Faleminderit, 3 sekundat e juja. Ne do të shkojmë në pyetjen e ardhshme. Replika do t'i kufizojmë për me mujt me ishtru krejt pyetjet e ardhshme. Shumë pyetjet juja kanë të bëjmë me që na keni qenë në internet, kanë të bëjmë gjithashtu me faktin që ne mes tjerash ne ende nuk kemi domain në internet apo adresë në internet, ende nuk kemi kod telefonik, ende nuk kemi IBAN apo kod bankar që përdoret për transferim të pareve dhe ende nuk kemi kod shtetëror, 2 shifror apo 3 shifror. Pyetja e ardhshme do të jetë jo elaborimi gjatë, do të keni kohë për elaborim gjatë, po do të jetë shumë i shkurtër, 30 sekondëshe dhe do t'ju pyes kur dhe çfarë kodi telefonik do të ketë Kosova. Më intereson numri që zgjedhni ju nëse vini në pushtet, edhe kur, cila do të jetë adresa e Kosovës, KS, KU, KO, cilën keni vendosur dhe doni ta shtyni përpara, kur do ta kemi IBAN-in edhe kur do ta kemi kodin shtetënor. Vetëm me ilustru, Kosova kur komunikon me botë i ka 3 kode të ndryshme. Neve na pëlqen RKS, e përdorim për tabela, Evropa na referohet me XK, Amerika na referohet me KV, nuk kemi kod shtetënor të unifikum. Më intereson jo elaborim qysh keni me arrit, po cili do t'jetë edhe kur do t'jetë. Pri partisë fort, kur do ta kemi kodin telefonik edhe cili është kodi telefonik edhe domeni. 30 sekonda. Në rama gjithve. Fillimisht kisha dashme që nuk mujtë me u inkuadru në replika. Kodi telefonik Roland. Me që u apostrofum prej ministrë, Jo, zëvendës ma ministrës. vonë apostrofimet. Kodi telefonik, kur edhe qfare. Ne si parti solidare mundemi me indihmu me emrime në ambasada zëvendës ministrës. Okej, ne do të, ne prezendojmë që... Qfar domenit internetit, qfar kodi telefonik, kalzom ata. Kodi telefonik, ne nuk kemi vendosur për shkak se kemi eksperta tjerë partisë që vendosin për to çështje, mirë po, për domeni do tjetë partia fort, PF do më thonë. Domeni PF. Faleminderit Roland shumë. Vetëvendosja, cili kod telefonik, kur ka me qenë. Premtimi qartë, po du premtim qartë kur këna me pas kod. Kodi telefonik është vendim politik, kodi telefonik është 355, është kodi i Shqipërisë. Sa shkoj milionat në Serbi, mund t'i kanalizojmë ato drejt Shqipërisë. Kur e premtoni? Sa po të vim në pushtet. Adresa e internetit, domeni me juve? Për domenin është çështje që duhet analizu ekspertët tonë, nuk kam përgjigje sonte. Jo, mirë. Kur do ta kemi kodi shtetënor? Me çfarë shkronja do të jetë kodi shtetënor i Kosovës nëse ju vinin pushtet? Kodi shtetënor, e vendosim. Jo alë, sonte jo alë. Mirë, urno LDK-ja, shumë shkurt, Arben Abrashi, cili do të jetë kodi telefonik, kur do të vi nëse ju vinin pushtet? Arban. Urno, më falë, Arban. Si do qovë kjo ka të bëjë me mënyrën se si janë të mbyllëra dyert e Bashkimit Evropian dhe institucionet tjera, ka shtë kësaj qeverie. Si do qovë, Swifti është arrit, Jo, IBAN-i, kodi, numri edhe vizat e tjera brenda vitit të partë të mandatit qeverisës. Edhe qëfar numri, nëse LDK-ja vjenë në pushtet, qëfar numri? Me siguri 33. 33, edhe më intereson me ditë kodi shtetënor, qëfar shkronja në domen? Domeni ne po insistojmë për RKS, se nuk e eqim Republikën. Faleminderit. Zonja Tahiri, 30 sekonda. Jeta s'po di pse i ke pru këtë parti izolacioniste në politikën e jashtme. Kur Ka kodi? dalë jeta, unë po flas tash.
Edhe këta reparatorët, si kuptova që përdojnë mi reparu damet e... Kodin datën. Kodin datën. Jeta, kodin varet nga Organizata Ndërkombëtare për Telekomunikacion. Cilin do ta shtyni ju? Ata janë që e ofrojnë kodin, ne ju kemi tregu që ne, shteti i Kosovës, nga... Koha, faleminderit. AK-ja, me AK-n, kur e kemi kodin? Zotni Berishaj, cilin kod keni me përdor ju? Edhe kur do ta kemi nëse ju vinin pushtet? Çështja e kodit, e domenit, e tjera, do të dihen pasi qeveria të bëjë transparente marrëveshjen e plot që ka në dialogun me Po Serbinë. nëse ju vinin pushtet po ju pys. Po, cilin do ta shtyni? Shiko, është marrëveshje ndërkombëtare, nuk është në varësi Kur sak do ta kemi? Nuk ka kur, ka marrëveshje ndërkombëtare. Po so kry ajo ala, nëse ju vini, kur do ta kryni? Ne do ta sqarojmë marrëveshjen e qeverisë dhe afatet i caktojmë në negociatën. Ju program, zotni Berisha, ju përkujtoj e keni shkrujt brenda një viti. Pse tash po ezitoni me dhënë premtimin publik? Ju nuk e saktësut pyetje. Faleminderit koha. Faleminderit. OKR-ja, tregomni kur do të jetë kodi, vendosni. Mirë shumë. Cilin kod do ta shtyni, cilin domain do ta shtyni edhe kur? Mirë shumë, do t'jem shumë i qartë. Kosova do të ketë kodin 383. AKR-ja tashmë është në udhëheqje të procesit do çështje e përfundimit të procesit, respektivisht aspekteve teknike të rregullimit të kodit. E para, Kur do të bëhet nëse ju vinin pushtet? ne po themi që jemi në proces dhe kjo është tash në vazhdim me sipër. Ne po merrim vetëm me aspekte teknike të kalimit nga kodi E ne po na Monakos. intereson data, se proces që 15 vjet. Vitin e ardhshëm, data më e largët është vitin e ardhshëm. Kosova do të ketë shkronjën e parë në domenin e vet KS, nëse eventualisht kjo nuk është e mundur që ka një shtet tjetër, do të jetë subjekt, kjo do të jetë subjekt i negociatave, dhe shkronja e parë do të jetë K. Faleminderit. Replik, Anton Berisha, mas pari replik, mas ne i vazhdojmë, urna. Shiko, ne duhet ndajmë kohën fushatës elektorale me çështje profesionale. Askush nuk mund të garantoj shifrën 383, as 384, as 385. Mirë, e datën, pse programi ju e garanton? Zotni Berishaj? E garanton kompletimi i marrëveshjes me Brukselin. Faleminderit. Replik, mundeni me folë gjysmë minuti e harxhut kohën për diçka tjetër. Urdhënoni zonja Tahiri 30 sekonda. Shpejt, ne kodin tashma e kemi marrë, Austria do t'jetë aplikuese në emën të Bashkimit Evropian, në janar e kemi, cilit në janar 2015 Kosova do t'jetë me kod shtetëror telefonik, I cili do t'jetë numri? Vendos Organizata Ndërkombëtare për Telekom. 383 ose 384 janë preferencat tona. Ju faleminderit. Ndaluni masi keni edhe pak kohë. Pse po shkon përmes Austrisë kjo? Pse po shkon përmes Austrisë? Sepse jeta ne nuk jemi ende antare të OKB-s, sepse s'kemi dashur që Serbia të ndërhyjë. Mos po na bëhet si Monako, ja, sa ka me na kushtu kjo? Jo, këte Austria e kemi shtet mik, e ka pranu ofertën e BE-s, do të aplikon për ne, por ne drejt për së drejti e marim... A do të paguajnë toks Austrisë apo jo? Ne tashma jeta prej momentit që marim në janar 2015, Kosova praktikisht është në rrugtim për të bërë edhe antare e kësaj organizate. Mirë, zotni Gecaj, zotni Hoxha, urna, zotni Gecaj, pastaj zotni Hoxha. Zonja Tahiri tha se shumë shpejt kjo do të kryhet. Kjo çështje ekziston që nga viti 2008, çështja me Austrinë edhe nuk është kryet deri tash, si duket kjo do të vazhdojë ashtu sikurse fluska e zonës Tahiri, që do të merr një kohë shumë gjatë që të shkrihet, ndërsa unë këtu kisha pas dëshirë që edhe vetëvendosët i them që këto zgjedhje është mirë që të merren me partinë e pushtet, me vetëvendosët, sepse si duket ata kanë ardhur në konkludim që nuk mund të fitojnë këto zgjedhje, por luftojnë për vendin e dytë. Zonja Tahiri, pastaj Ull Hoxha, vetëm pak. Urna. Sa që di Bajrami ka punu në ambasadën amerikane e s'po e din që marrëveshja për kodin është arrit në Bruxelles me garancat e zonjës Ashton.
Prandaj shumë që di Bajram, apo politikat ka bë me jaru. Po a u implementu na i sen për qasaj Marrëveshja, unë po Po ju të arrit marrëveshja edhe për diploma Breshen edhe nuk po pranohet. Austria tashmë është në proces të aplikimit me kërkesën e Bashkimit Evropian. Në janar e gëzofshim kodin telefonik të shefit Kosovës. Zonja Tahiri. Okej, zotni Hoxha Spari urna. Vetëmin kod që e siguron zonja Tahiri ju them me plot kompetencë është fusnota. Është ai. Asnjë kod tjetër nuk e sigurojnë këta, sepse këta e kanë kriminalizu politikën tonë dhe na kanë kriminalizu edhe imazhin botnor. Izolimin e Kosovës e keni bë vetë zonja Tahiri. Ne duhet ta çizolojmë, dhe përderisa nuk e çizolojmë, duhet shfrytëzojmë shtetet mike, pra asetet e tyre. 355-shi është aset i shtetit mik, 381-shi është aset i shtetit armik Serbisë, të cilin ju shfrytëzojmë aktualisht. Si që kam premtuar, Fjolla Borës u shkri se Kosova mori marrëveshjen stabilizim asocim, është bërë e njohur pra nga Bashkimi Evropian si shtet aspirant zyrtarisht. Po t'ishim me politikat e atyre që izolojnë Kosovën nga bota, e që si një kërkush, mos harroni, s'do të kishim sot kapitullin zyrtar të integrimeve evropiane. Ju faleminderit. Okej, zonja Demaku. Po, zonja Dita, është fati mirë që ju nuk do t'jeni më, kështu që mos bëni premtime këtë së koti. E dyta është për ata që e shohin dokumentarin The Agreement, e shohin që preokupimi i saj kryesor ka qenë parukjerja e cila fillon punën në orën 9 dhe negociata duhet nisin në orën 10. Dhe së fundmi për MSO-an nuk e pranon Kosovën si shtet, është entitet jo shtetnor. Po ju citoj studimin e fizibilitetit, në të kaluarën BE ka konkluduar disa marrëveshje ndërkombëtare me entitetet që nuk janë shtete sovrane. Zonja Tahiri? Sa po shoh edhe zonja Demaku pas ka shku te parukjerja. Shiko sa bukur po duket. Megjithatë, përveç marrëveshje stabilizim asocim, ne politikën e jashtme e bazojmë në interesin nacional, prandaj kemi bërë sigurinë nacionale, ushtrinë e Kosovës, jemi në rrugën e integrimeve të NATO-s dhe partneriteti për paqë dhe Adriatiku, karta e Adriatikut, janë proceset, ju lutem, janë interesat tuj të bëmi antartë NATO-s e BE-s. Faleminderit, zonja Radina Ispari, urna. Juftoj masuari gjithve për me ngrit debatin e mos me hy që shka tendenca vetë vendosja gjithmonë me personalizu, juftoj të lutna me ngrit debatin nivel pak ma profesional. Argumenti? Zoti Hoxha nuk u përgjigjën pyetjen për diplomacinë ekonomike, unë kam edhe një pyetje tjetër tash për Akademinë Diplomatike, e cila ka vetëm 4 të konsum, ka 30.000 euro paga, ndërsa 300.000 euro mallra dhe shërbime. Unë dua ta dim, shqetëson ky fakt edhe dua të di më shumë rreth kësaj. Faleminderit. Mirë. Zotni Hoti, replik 30 sekonda. Bile do t'jem maj shurë që 30 sekonda, ato që duhet temë është fakti që nuk duhet të mashtrojmë opinionin publik, sepse marrëveshja për fusnotën asë kund nuk shurë në kuptimin informal që do të përfundoj me nënshrimin e marrëveshje stabilizim asocim. E para, nuk kemi një dispozit që thotë me nënshrimin e kësaj marrëveshje përfundon fusnota. E dyta, ne kemi një marrëveshje që nuk dim se çfarë marrëveshje është. Për këto do ta shohim se çfarë, do shumë shpejt të shohim se çfarë kapaciteti do të jetë nënshuese Kosova dhe po ashtu nivele shumë të ulta, madje edhe futboll nuk na lën me lut pa fusnot. Zotni Hoti, mirë, interesant. Zotni Hoxha, edhe partia në pushtet s'po din çfarë marrëveshje keni nënshkru? Çka është puna këto? Unë vërtet jam për me ngrit debatin, jam për atë që debatojmë për substancë, po kanë herë disa deklarime nuk e te kalojnë kriterin e farë seminarit në vitin e parë në shkenca politike. E pës vetëvendosjen a një shtetin e Kosovës. A një vetëvendosja shtetin e Kosovës. Deri sa e pyet, a mund të përgjigjesh pyetjes së AK-s e pastaj përgjigjet vetëvendosja? Sa i takon AK-s, Ministria e Punëve të Jashtme ka organizu 12 forume ekonomike prej New Yorkut, Washingtonit, Berlinit, Londrës, Parisit, Budapestit, Stambollit, vetëm në 4 vitet ashme. Edhe rezultati aty në është? Shumë investime në Kosovë. Mirë. Më falë, urna, zonja Osmani mas pari dhe pastaj vetëvendosja, urna. Në marrëveshjen e stabilizimit dhe asociimit,
Kosova është me fusnot, është me flusk, nuk është e arritur, prandaj nuk ka nevojë që ta gënjejmë popullin. A e ka njohur Kosovën, Uganda, Nigeria dhe Mali, qartëson e përfundimisht, për Ugandën dhe Nigerin, zoti Hoxhaj në Komisionin për Politikë të Jashtme publikisht ka thënë jo, derisa Pacolli ka thënë po, për Malin e ka shti kryeministrin Thaçi publikisht mu falenderun Këshill Sigurimit, mas dite vet dul tha jo vëllas na ka njoft. Urnani 30 sekonda vetvendosja, pastaj 30 sekonda OKR-ja. Urna. Kosova dën ta bëj, vetvendosja dën ta bën Kosovën republikë me vetvendosje, jo të cunguar qysh na e kalon zoti Hoxhaj. Na do ta bëjmë këtë vend republikë, ndërsa zotin Hoxha e pyet, a e njeh Republikën e Serbisë? A një Republikën e Kosovës? Mirë, 2 replikat e fundit para se të shkojmë. Pyetja ka qenë shumë banale kja, e njohim shtetin e Kosovës. Ne jemi ata që jemi duke ndërtu çdo ditë shtetin e Kosovës, ndërsa këta janë që po e shkatrojnë shtetin e Kosovës. Zotni Hoti, pastaj OKR-ja. Urna. Unë vetëm duhet të theksoj ato që po e vrej tash në debat.